Analizat bazë rutinë, të cilat mund të bëhen në çdo qendër mjekësisë familjare, mund të jenë edhe ato për shembull në sedimentimit të eritrocitëve, në pasyrë e gjakut, e cila pasyra e gjakut i ka edhe formulën limfocitare. Për shembull, 5 diferenciale mund të ketë limfocitet, monocitet, eozinofilet, bazofilet. Mund t'i ketë ato, edhe pasyra e gjakut konsiston ato për nivelin e sa janë eritrocitet, si është hemoglobina, si janë leukocitet, si janë trombocitet. Kto do të thonë edhe një pasqyrë të përgjithshme. Kjo është një pasqyrë e përgjithshme, është bazike, është bazë, të cilën mjeku pasi që shkon pacienti e merr edhe e vlerëson a ka pacienti anemi. Si të shef që ka një anemi, atë mjeku shef bazë të kriterëve të MCV-s, e cila është vëllumi mesatar i eritrociteve, dhe shef a ka anemi, mungesë të hekurit apo nuk ka. Tash, bazë të asaj, mjeku përcakton bazë MCV-s, MCH-s, MCHC-s, a ka mungesë të hekurit, a është inflamatore, a është infektive, a janë talasemit, a ka gjakderdhje, apo ka malinitet.